Do na tregosh fillimisht agjërimi, përgatitje, çfarë përgatitje duhet me bë muslimani para se të fillon muaji i Ramazanit? Shqyqoni, do thotë puna e agjërimit është një punë do thotë historike në fenë islame, e cila do thotë fillon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e konkretisht me hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç ka bën hijret dhe ka ardhur në Medinë, atëherë do thotë ka ardhur edhe ajetet për që e kanë obligu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me majt Ramazan. Edhe ajo është do thotë shembulltyra e jon, edhe ajo është do thotë modeli i jon se si duhet ne të agjërojna edhe si duhet do thotë të sillemi gjatë këtyre ditëve. Normal është që do thotë para Ramazanit ne duhet mu përgatit. Përgatitja e parë të cilën do thotë duhet me bën ne, duhet me i numërue këto ditë në të cilën do thotë gjindemi në këtë muajin e Shabanit. Për atë arsye se muaji i Shabanit do thotë është muaji i cili do thotë gjendet para muajit të Ramazanit, edhe muajt e hanës, siç kanë ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë 29 ditë apo 30 ditë. Ashtu që muslimanët do thotë kanë për obligim me përcjellën lëvizjen e hanës, edhe me pa do thotë se a ka mukonën 29 ditë ky muaj në të cilën jemi apo ka mukon 30 ditë. Ashtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse dita e 29 është ditë me mjegull edhe nuk mundeni me vrejtën hanën, atëherë plotsoni. Do thotë bani 30 ditë e pastaj kur përfundon do thotë ky muaj, atëherë do thotë fillon Ramazani. Kjo është do thotë obligimi i parë të cilën do thotë e kemi ne si musliman. Por duke pas parasysh se ne jemi larg prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 1400 kusur vite, po. Ashtu që edhe teknologjia ka hec shumë përpara, e ashtu që do thotë në shumë vise të muslimanëve, ndërto do thotë Turqia edhe disa shtete tjera, do thotë parashikimin e Ramazanit e bojnë pothuajse një vjet përpara, do thotë duke i numëruar ditët e hanës se kur ka me lind hana edhe kur mundet do thotë parafrasisht më kon Ramazan. Por ajo çka na mëson neve Kurani dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se Allahu dhul Jalal në Kur'an thotë: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Kush për juve e shef apo me fjalë tjera do thotë dëshmon për punën e fillimit të Ramazanit, atëherë le ta agjinon do thotë muajin e Ramazanit. Kjo traditë sot në botën islame zakonisht praktikohet do thotë në shumë vende, ndërto do thotë është edhe shteti i Saudis, ku ende para se me fillu do thotë Ramazani, sidomos do thotë natën e 29, do thotë prej para akşamit e tek deri mas jacis do thotë ne gati edhe shiqojnë do thotë hanën, apo mund me shiqu hanën me sy të lirë apo nuk mund me shique. E nëse e shohin hanën me sy të lirë, atëherë vinë dy veta dëshmojnë do thotë përpara gjykatës islame, e cila do thotë gjendet në atë shtet, edhe nëpërmjet mediave, nëpërmjet ezaneve, nëpërmjet do thotë tekbireve, informohen të gjithë muslimanë se nesër fillon do thotë dita e parë e Ramazanit. Por pas që ne në vendin tonë do thotë këtu nuk i kemi një traditë të tillë, atëherë e jonja na metë do thotë që para se marrë Ramazani me i blejmë sakijat, po tash falenderit do thot donatorëve të shumtë edhe të firmave të shumta të cilët do thot po botojnë imsaki dhe nuk kemi nevojë me blej, po i kemi do thot të gatshme, që secili do thot i shpërndan, do thot faktikisht nuk janë falas, po ato dikush i pagun, po se vapin po, se vapin e tinëve do thot e ka dikush. Apo këton asaj nuk i thot fal, po i thonë fi se bilillah, dikush i shpërndan për hir të Zotit, inshallah Zoti i shpërblen ata të cilët do thot e botojnë do thot ilahia, kësi imsakia dhe mirën do thot me këtë çështje se e kanë se vapin, secili shka kur shkon me këshira ti, kur sot fillon iftari apo kur përfundon do thot sifiri, do thot një pjesë se vapit i shkon atina çka e ka botu, çka bon sebeb do thot për atë imsakie. Ashtu që ne musliman do thot e kemi tradit me morat imsakin edhe me vënu dikun në një pjesë të murit në shtëpinë tonë dhe me ditë do thotë që është atmosfera Ramazanit edhe her pas here do thotë i dërgojnë fëmijët tonë kishina sa saati sot ka më bosi fyri a erdh vakti i iftarit edhe kështu me radhë. Kjo është një prej përgatitjeve të cilat do thotë muslimani do thotë duhet me i bën, ndërsa ajo përgatitja më e madhe që është ajo përgatitja shpirtërore. Për atë arsye se vetë Ramazani qëllimi i tij na çka është, do thotë qëllimi i tij na është sikur që e ka përmend Allahu dhul Jalal në Kur'an, ku thotë la'allakum tattaqun.
ndoshta nëpërmjet Ramazanit ju do të bëheni më të devotshëm. Edhe pa dyshim, do thotë se njeriu i cili agjeron, do thotë e edukon shpirtin e tina, edhe e edukon epshin e vet, duke e ndalu do thotë epshin e tina, do thotë prej hajse, prej pijese dhe prej knasive tjera, të cilat do thotë i ka të lejuar jashtë Ramazanit, edhe me këtë edukat do thotë ki njeri qysh me thonë bëhet më i devotshëm edhe më i afërt te Allahu dhul xhelal. E për atë arsye do thotë muslimani ende para se me ardh do thotë Ramazani, do thotë do të më pas një ndjenjë se ashtu ardh një muj i madh në të cilin muj Allahu dhul xhelal i ka çel dyert e rahmetit, dyert e magfiretit, i ka çel do thotë dyert e mbrojtjes prej zarmit të xhenemit. Inshallah Allahu dhul xhelal na ruan, ashtu që me padurim duhet me prit do thotë këtë muj të madh të Ramazanit. Ashtu sikur çka u përmend edhe në ilahin e Adem Ramazanit, që një vjet po të pres me ardh. Ashtu që secili musliman do thotë duhet më kon pi atin me çka do thotë përgatitet. Është një gjë interesante se në për librat të cilët flasin do thotë për historinë e sahabëve, shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe burrave të parë të umetit, shohim se ata kanë pas do thotë një qëllim. Qëllimi i tyre çka ka qenë, do thotë e kanë agjënu muajin e Ramazanit, edhe 6 muaj ditë, do thotë kanë bën pastaj lutje edhe kanë bën dua që inshallah Allahu dhul xhelal ja ka pranuar Ramazanin. Mbas në 6 muaj ditë tjera kanë bën përgatitje për këtë muaj Ramazan, do thotë përgatitje shpirtërore. Ashtu që edhe secili musliman do thotë do të mu përgatit do thotë për këtë ibadet të madh, në të cilin ibadet Allahu dhul xhelal është ai i cili i shpërblen robërit e vet. Do një përgatitje të veçantë atë duhet me pas muslimanët për Ramazan, gjatë muajit Ramazanit parë ose edhe gjatë muajit Ramazanit. Ajo çka është do thotë përgatitja speciale, na tham se Allahu dhul xhelal ka thonë femen shahida minkum ash-shahr, ata të cilët do thotë e shohin hanën, do thotë kjo është ajo përgatitja të cilën Allahu e ka përmendur në Kur'an. Por zakonisht njerëzit e ne do thotë përgatitjen më të madhe çka e bojnë. Do thotë përgatitjen e sofrës së iftarit. Ashtu që hala para se me ardh Ramazani, i shet që supermarketat do thotë janë të musht me musliman duke hakat me ble do thotë gjëra ushqimore dhe gjëra tjera këto. Ne duhet një send ta kuptojmë këto. Nuk është do thotë Ramazani muaj në të cilin do thotë duhet të garojmë do thotë me ushqime. Po Ramazani do thotë është muaj i agjërimit. Do thotë mos mu dallu prej muajve tjerë sa i përket do thotë punës së ushqimit. Por ajo çka duhet do thotë me bë muslimanin më të fortë, do thotë mu përgatit me leximin e Kuranit. Se ky muaj do thotë është muaj në të cilin ka zbritën Kurani, edhe kjo është muaj në të cilin do thotë Allahu dhul xhelal fal, edhe muslimani do thotë do të mundu sa më tepër me eduku shpirtin e vet, që me atë edukat më bën i afërt te Allahu dhul xhelal që lutjet të cilat i ban Zoti më ia pranoi atina. Se kjo është edhe qëllimi final i agjerimit, do thotë që ne më kon më të afërt që lutjet tona do thotë me u pranuar te Allahu atina i kosh mi fal.